Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Allahun azza wa jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu azza wa jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kurrë që humb, ndërsa ata të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kurrë që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut azza wa jalla, sonde do të marrim biografinë e një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk njihet vetëm se me emrin e tij. Një njeri i thjesht, i varfër, jo i pashëm, dhe të mësojmë domethënë tregimin e tij në vazhdim. Mirë po, kam zgjedhur me fol për biografinë e tij pikërisht për shkak se s'ka qenë shumë i njohur, domethënë as në kohën e vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në mesin e vet muslimanëve të asaj kohe, selema me dëgjue për të, dhe kush ka qenë ky burr, domethënë dikush pas neve. Ama realisht, na pse s'kemi dëgjuar për këtë, dëgjojmë u na servohen tulifar, domethënë mostre edhe ërneku dhe shëmbëltyre, duke filluar nga ta njerëz të cilët nuk kanë moral dhe nuk kanë kredo as morale as integritet, edhe na servohen si shembuj që duhet pasuar, edhe i gjejmë domethënë familjet tona, fëmijët tonë i njohin me emra, me mbiemra, i njohin edhe jetën private të tyre, edhe mundohen mu vesh me fol, domethënë edhe gjërat të përditshme të jetës së tyre me i bë, domethënë si ta, e që realisht thash ata vetë me i pyet, ata vetën nuk e kanë model selema mu bë model për dikon, po ja që të pasojmë verbrisht domethënë tjetrin, ashtu siç na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe vend se të na observuan këta, duhet një të jemi aktiv që të servojmë këta shembuj, këta burra të mëdhej, këta emra të mund të cilat faktikisht kanë lënë gjurmë në historinë e njerëzimit, s'po them islamet njerëzimit, se islami është dritë për njerëzimin, udhëzim për njerëzimin, thjesht të përurjet e islamit dhe të mirat e islamit i shijon edhe ai i cili nuk është musliman, edhe ai i cili është dushman i islamit, mirë po, edhe pse ndoshta prej krenetësisë i mohon, mirë po shumë të mira, domethënë i shijojnë prej tyre, e prej këtyre sebepeve kanë qenë edhe çta burra që kanë qenë për rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabijët e nderuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilët kanë në fen tonë një pozitë dhe një grad të lartë të cilën nuk e arrin kërkues, domethënë pas tyre, domethënë prej muslimanëve. Është fjala për këtë sahabi që thashë ka emrin vetëm Gjulejbib, dhe nuk dihet as mbiemri, as emri prindërve që jetojmë ne, as fisi, saktësisht kush ka qenë, nga se ka qenë njeri i varfër, një njeri i cilin i vuajtur me hjekë dhe skamje, pa pas ndoshta edhe vetë familje të cila domethënë faktikisht e afron apo i atribuohet atyre, përmes gjithë këtyre edhe në aspektin e pamjes tregohet se nuk ka qenë i pashëm, s'po them i shëmtuar, mirë po nuk ka qenë i pashëm, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ka dash shumë, edhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas një pozitë të veçantë shumë. Rasti është se ky Gjulejbibi tregohet se nështë edhe një njeri i cili është në gjendje të tillë, i pashëm jo
familje jo, pasuri jo, si ko një farforme hjek dorë edhe s'moni mëd, dhe më thonë martes. Edhe i mësandej faktikisht mundohet me kalu jetën me mahi edhe thjesht duke bo mahi edhe muhabete të mira me njerëz, edhe ndoshta ndonjëherë duke edhe mos e zgjedh edhe mos ta është burra apo grua kështu me radhë, saqë treguohet faktikisht sigurisht para se me zbritur ajetet e hijabit, ndoshta ka folur e ka bë hajgare edhe me gratë dikuna prej ansarëve. Dhe si duket ndoshta i ka ardhur kjo fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai njeriu i cili faktikisht ka udhëzuar njerëz, i ka afruar njerëz, munduar me nxjerr më të mirën prej tyre. Thjesht një fjalë e mirë, më ngrit domethënë unën morale të tij, ka mjaftuar me thonë o Gjulejbib, apo do me të martua. Ka thonë ja Rasulullah, po kush u merr mua? Familje jo, pasuri jo, i pashëm jo. Pejgamberi sësëm prapi thot, o Gjulejbib, apo do me të martua? Prapi thot, e kush u merr mua? Dhe pejgamberi sësëm thot në rregull. Edhe realisht kështu vepron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thash kam mjaftuar këse fjalësh, domethënë më i thon që më afrua me njeriu që më tregu që duhet, kam për zemër, edhe thjesht e kam dert punën tonë, mirë po jo vetëm me fjalë, mirë po njëherë më ngrit moralin e atij personit, mirë po mos andaj edhe kur vjen domethënë shanca me i marr hapat konkret. E pejgamberi sallallahu ka vepruar kështu, nga se ka qenë një familje e ansarëve, e cila ka pasur një vajzë tash ose shkrurizuar, po i ka dek burri, po ka qenë pa martuar, martuar njëherë, po tash në gjendjen faktike pa martuar. Edhe i ka thonë apo më japni çat vajzën, ka qenë Medina asaj personi. Edhe ai shumë u gëzue se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe ja lyp vajzën edhe atu mendu që pe ja lyp për veten. Thotë jo, s'jam të lyp për veten time, po jam të lyp për Gjulejbibin. Edhe ai e ka njoft Gjulejbibin në mon njëri varfër, njëri pa familje, njëri pash, papa jo i pashëm me kështu më radhë, e thot, a ka mundësi thot me shku me vetë grunë? Pejgamberi thot në rregull, që i bie që realisht qofse njeriu se çështje konsultohet me grunë, realisht nuk ka gjë të keqe, se realisht është një çështje që i prek dyt, edhe burrin, edhe grunë, edhe prindin, babën, edhe nonën. Faktikisht atë vajzën kuna mja dhonë, kam pe bajnë dhonë dhe rështëmërancë e interesit i përbashkët, dhe pejgamberi sësëm absolutisht nuk e pa dhe me thonë, hej, a grunë ti po shkejshë për veta, dhe mon shpitonës vetë është tja, për nëse në kështu më radhë, qysh dina me një fjallë, dhe me thonë në kohën tonë tash. Edhe e shkon e vetë, thot na ka lyp pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vajzën. Edhe e gëzohet shumë se tu mendu se pejgamberi se me ka lyp për vete. Po thot se ka lyp për vete, po e ka lyp për Gjulejbibin. Edhe i thot ajo kur që i thojmë në estagfirullah, më u bë dhe më thonë për tapë, nëse në kush jep në i farforë me nuse atina, familje jo, pasuri jo, i pashëm jo, kështu më radha për nëse në. Edhe thjesht një farforë me si kur dytë vinë në i di që mos mja dhonë Gjulejbibit, mirë po në prezencë të pejgamberit sa në fillimisht i erdhë pa gështinë, është edhe mi thonë që dhe më thonë jo, edhe tha po shkoj për veti edhe grunë. Mirë po, sikur e ka ditë që edhe e përgjigjën e ka të njëjtë. Ama e dëgjën vajza, çka po dojnë me vendos, i thëtë hej, ka dalli, a pe dini kuna po dëni mja refuzue dhe më thonë kërkesën, nuk është njëri i zakonshëm, nuk është një mësit që ka ardhë veç hajt që se ka dërë dhe më thonë kanë një bambashk, as me ratu djallin, as iken, veç nështë e ka në interes të vetën. Nuk është kjo njëri i tillë, është i dërguar i Allahut azza që Allahu azza ja ka besuar Kur'anin, ja ka besuar fen dhe dhe më thonë udhëzimin e këtë njerëzimit, si po me ndonin një farforme që i kthehet fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam as i forme. Edhe thuhet se prej rasteve pse ka zbritur në jetë kuranor ka qenë pikërisht kjo. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Nuk i takon besimtarit dhe besimtarës. Kur dhe më thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjykojnë diçka, ata me pas zgjidhje tjetër, ase alternativë tjetër me thonë Allahu po don që çto unë po ndu ndryshe, ose pejgamberi më ka thonë që çto unë po ndu ndryshe. Realisht besimtarit i takon veç me thonë sami'na
wa ata'na, do të thonë ne dëgjojmë dhe nështrohemi Allahut azza wa jall, se thash ka ardhur kërkesë pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e thot një fjalë ajo thot se Zoti nuk më hub, nëse pejgamberi më ka lyp, më ka bë ka boll, më mçit çat vën, Zoti s'ka më hub. E kjo është nëse i kujtohet ai rasti i Hatixhes kur e kalon Ibrahimi, dhe më thonë në shkretin Mekë, kur s'ka qenë qabja ndërtume, nështë themelet e ato të prishura, aja kalon pak kushqim, edhe kalon midis shkretin edhe ka fillu më këthy. Ka thonë, a që të po në lena? Thëtë po. A Zotit ka urdhëruar me ba që ta? Ka thonë po. Atër ka thonë, Zotit s'kom në hupë. Se që të njerëz besimtarë, kur janë mënë kur e din që Zoti ka thonë një fjallë, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pavarësisht ato analizat e njeriu që kanë mundësi gjithmonë me kanë negative apo nësene, duhet me ditë që gjithmonë përfundimi ka me kanë mirë ai i cili dëgjon Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe martohet në atë me Gjulejbibin, njeri i varfër, pa familje, dhe më thonë jo i pashëm, s'tash jo i shëmtuar, po jo i pashëm, që realisht nuk o njefte shumë as të vetë Medinasit. S'gjatë shumë jeta martesore e tyre, edhe dhe më thonë thirët për gjihad, një luft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kënë pa një pa dy i përgjigjet ftesës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se realisht pejgamberi së mi ka përgadit njerëz kështot. Faktikisht, më në thash, nuk ka qenë njeri i cili ka thonë fjallë boshe e nuk ka vao vepra. Mirë po nëse e ka dasht, e ka shpreh dikuna që pe e dën, edhe mundu mi marë sebepet me demonstru, me dëshmu se e dën. Faktikisht që realisht tash çaj person ka qenë gjendje që thot Allah dhe pejgamberi se mos me hezitu dy herë atë. Edhe thirrën e parë, edhe pse ishte rrisht ai martuar. Pas nëse mund me thon pas atij gëzimi që ka hub shpresat që ka mundsi jap dikush nuse atina. Edhe shkon në luftë. Edhe përfundon lufta, edhe fiton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe po i pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thot apo mungon kush për muslimanëve? Thot ka vdek filone. E pyet apet apo mungon dikush për muslimanëve? Ata i thonë ka vdek edhe filone. Për herë tretë i pyet thot apo mungon dikush për muslimanëve? Thonë valla me sa dim në sot të mungu kërkosh. Ama thotë ne shumë që të mungu Gjulejbibi. Dhe shko lypën e auto në sene. Edhe realisht shkojnë edhe lypën edhe gjojnë se realisht ka vdekur. Thot pranë tine ishin konë 7 armeq të vëram, edhe ai vdekur sigurisht ai ka plagos këto dhe faktikisht ata ka vdek edhe ky ka vdekur, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se ky është prej meje dhe jam prej tina, ky është prej meje, unë jam prej tina, ky është prej meje dhe jam prej tina. E thot e ka marrë me durët veta, edhe derisa e kanë vorros. Që kjo është rasti i Gjulejbibit, po dhe më thonë kisha pas qef munal në disa çështje, që disa i ceka, disa po du më prap mi cek. Para e kësajnë është ajo që po them se Gjulejbibin as luft nuk e njeh kërkosh. Edhe i pyeti 3 herë, dhe më thonë se apo mungon, kërkosh se vrejti mungesën e tina. Mirë po, mungesën e tina e vrejti veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kjo është me të këllëzu se ka njerëz që kanë shumë autoritet në tokë, janë të pasur, janë të pas shumë dhe kanë dhe më thonë pasurie, kanë pushtete, kanë esene, po të Allah azza wa jall zvlenë sa një krahë, një insektit vogël. Ama ka njerëz që janë shëmtum, edhe janë të varfër, edhe s'kan pasuri, edhe s'kan pushtet, edhe s'kan asë një predispozit që mundet me pas një njeri që me ndonë që dhe më këtë tokë, dhe më thonë është i lumtur, ose është njeri dhe më thonë i madhë, mirë po të Zoti është dhe më thonë shumë i madhë, nga se atje kanari nuk është me pasurie, pushtet e bukuri, po është me devotshmëri.
Pra të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu azza jall nuk ja këshyr as fizionomin, as pasurinë, vetëm ja këshyr zemrat edhe veprat e juve. Që aty është ajo kriteri se çu vlerësohen njerëzit e Zotit edhe të pejgamberit, ose me që duhet me qenë edhe besimtarët, jo me ngarry edhe me vrapu pas njerëzve që kanë autoritet, e që kanë pushtet, e që kanë pasuri, e kështu me radhë, se ka mundësia i person që thash, ason insekt nuk vlen te Allahu azza xal, e ka mundësi dikush që ka në hadith për të vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me kon i plëhrosur e domethën flok shprishur, i varfër, e njerëzit e refuzojnë edhe derën si aqelin, si thonë a filona në farforë me heqotina, thonë sana. Mirë po te Allahu azza xal me bobe diçka ose me kërku Allahu azza xal, Allahu azza xal nuk ja kthen ben aty dhe ja realizon. Kjo është e para, edhe pse thash në këtë temë që sidomos që të pikë ka nevojë dhe ka çka më fol shumë, nga se jeta jone përditshme është bë shumë e vrazhd, edhe bë shumë materiale, edhe njerëzit, domethënë kriteret edhe vlerësimin e kanë veç në aspekt material, në aspekt pasurisë, në aspekt pushtetit, autoritetit, në aspekt bukurisë, edhe thjesht me qëta krijojnë raporte, me qëta bojnë hilje dalje shoqënie sana, edhe faktikisht mendojnë se çështo duhet me konë edhe te Zoti. E te Zoti in akramakum indallahi atqakum. Domethënë njerëz ma të ndershëm te Allahu, ma fisnik janë ata që janë më devotshëm. Kjo po më kujton një rast në luftë tjetër të Omerit, që ka qenë një luftë edhe mas luftës, Omeri po vetë e qysh është që i thëmë në rezultati, kush vdeq, e ka thonë ka vdek filoni dhe filoni me emër, edhe disa që si njofëm. Amba ka thonë, ka kajt, edhe ka thonë në si njofëm, po, i njëve Zoti. Çështja tjetër që përfitohet për këtij rasti është ai gjesti e asaj vajzës, ajo pjekuria e saj, domethënë përkundreze, domethënë vendimit prindërve që realisht nuk ishte i drejtë, mirë po ata që kuptuan shumë shpejt se kishin gabuar kur thanë se nuk po dojnë me martu vajzën tonë me Gjulejbibin. Edhe, alikum salam të Allah, e faktikisht aja ndërhyri, edhe tha qysh pja këtheni fjallën edhe urdhën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se realisht thash besimtare nuk ka zgjedhje kur vjen vendimi Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe urdhë Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk thehet. Mirë po mësime që duhet me marrë se cili prind, se cili ka fëmijë është se realisht të kriteret të martesës duhet me pas kujdes mos u mashtru as pas pasurisë dhondrit, as familjes dhondrit, as bukurisë dhondrit, apo të vajzës në anën tjetër, nga se këto janë shumë relative, se dhe ki bukurinë nesër se ki, se dhe ki pasurinë nesër se ki, sot mund është në pasë një familje të mirë, po në kushet e nesër që ka të bojnë, që në ashta thjesht të vjen turp që je pjo antari tyne me kështu më radhë, për atë ka arë në hadith vërtet pejgamberit së më dyont, kur ka të reguar se për çka zgjedhet femra, për më martu ka thonë, dhe më thonë autoriteti saje, pasuria saje, bukuria saje dhe feja saje, mirë po ka thonë zgjedhën e këtë fesë, Allah kom i dhonë barësi dhe bereqet, apo në unën tjetër ka thonë që pëse ju vjen një djallë e avlip vajzën, e që ju pëlqen feja atina edhe dukata atina, martën e jepnja, se qëtu janë kriterët që realisht duhet me zgjedh njëri për tjetërin, jo mi pas syt vetëm pasuri, bukuri e familje, kështë më radhë dhe nga se shumë njerëz të nshë edhe po dështojnë nga se nuk pjanisin seneve marë. Edhe pikrisht qysh ka premtu Allahu azza xal që njeriu në drejtet devot shumë nuk e u pas këtë dunja. E këtë bindje besimtarët e dëshmojnë thash momente ato të cilat janë kritike, se dhe kjo vetë vajza tha se nuk kam më hup Zoti, së më hup pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
Qofse pejgamberi se më ka boll që unë më martu me atë njeri, nuk mos e ki dorë se Allahu azza wajal nuk më hup. Realisht kështu ka ndodhur se mas ndej martesën që e kanë pasur për ato ditë shkurta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë do të veçantë për ta, thënë Allahumma subba alayhim al-khayra sabban wa la taj'al fi hayatihim kaddan, o Zot jep jo hajër të madh këtyre njerëzve, familje dhe domethënë edhe kësaj kësaj vajze, domethënë martesën e sojna, edhe mos ja vështirëso kur jetën kësaj gruaje. Thonë se si ka vdek njerëz më autoritativ mas ndonjë e kanë lyp. Tregon e ne se transmetuesi këtij hadithit se kom po thot këtë gruan ka qenë gruaja më e gjymërt në Medinë. Gruaja më e gjymërt që ka dhonë me dorë të vete, që Allah azza wajal fillimisht njeriu ka mundësi me qenë gjymërt kur ka pasuri, zakonisht. E Allah domethënë faktikisht i ka dhënë barësi, edhe mbas që i ka vdek Xhulejbibi, zgjedhja që e pat pejgamberin për ta. Pat zgjedhje tjetër, pat jetë tjetër, i erdh pasuri tjetër e kështu me radhë faktikisht, ama thjesht atë pasuri e shfrytëzoi ashtu siç kërkohet për besimtarët, që thjesht pasuria mos me hinë zemër fillimisht, mos me dërgju pasuria, paraprakisht mos me fitu haram pasurin, mirë po edhe me ditë hakun që e ka në pasurisë, pasuria nuk është vetëm për të, mirë po Allahu azza wajal ja ka thue manet që më sprovuo që edhe tjerëve më ndihmu edhe me kon bujar edhe me kon gjymërt me tjerë, e thot domon transmetuesi e kësaj ngjarje këtë, thot se s'kom pa grua më të gjymërt dhe më bujare në Medinë se kjo grua, domethënë që pranoi urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u martua me Xhulejbibin, që thash nuk ja dina vetëm se emrin, edhe këtë tërgimi tina është të kjo martesa tina, edhe të vdekja tina se shahidi inshallah, edhe për cilën thash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se ai është prej neve dhe jemi prej tina, thjesht tabuti domethënë i trupit tina ishte vetë durrët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka në transmetim se mas ndejas nuk e ka fal namazin e xhenazës, as nuk e ka la xhenazën, se ata që të vdesin domethënë në luftë edhe kështu veprohet me ta, duke lutur Allahun azza wajal që të na bën prej atyre që i njohëm këta shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja u dim pozitën që e kanë në Islam, i marrim irnek edhe na shërbejnë domethënë jetat e tyre, provojat e tyre edhe në jetat tona praktike, që të na ndriçojnë domethënë jetën tonë edhe domethënë horizontet tona kur ne kemi edhe sfidat sidomos. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.